Faleminderit shumë. Luftoj në fillim të kësaj ceremonie për 1 minutë heshje në nderim të jetës dhe veprës së Faton Osmani. Lavdi. E nderuara familje Osmani, të nderuar kolegë gazetar të mediave të ndryshme, i nderuari kryetar Rama, nderuari kryetar Idrizi. Faleminderit shumë që jeni këtu bashkë me ne në këtë ditë që na ka bërë bashkë për ta mbajtur gjallë kujtimin për familjarin, gazetarin dhe bashkëpunëtorin Faton Osmani. Ikja e parakoshme në këtë ditë para 1 viti ka goditur jo vetëm familjen e tij të ngushtë, bashkëshortën dhe fëmijët, por edhe komunitetin e gjerë gazetaresk. Fatoni punoi dhe u angazhua në profesionin e shenjtë të gazetarisë për më shumë se 2 dekada. Në këtë tubim, të pranishëm janë miq e kolegë që kanë punuar me të në faza të ndryshme të rrugtimit gazetaresk dhe do të ndajnë kujtimet për të. Fatoni ka dhënë kontribut të rëndësishëm dhe të prekshëm në fushën e medias, që nga Kosova Live e Gazeta Lajm e deri te realizimi i ëndrrës për krijimin e një agjencie lajmesh. Dhe këtë e bëri para 15 vitesh, kur bashkë me Sevdën nisën Ekonomia Online. Një agjenci lajmesh që do t'i përshtatej kohës dhe teknologjisë që avanconte. Lajme të shpejt, por të konfirmuar dhe korrekt. Shumë shpejt ky vizion dhe kjo punë e udhëhequr nga Fatoni e vendosi ekonominë si lider të ofrimit të lajmeve dhe bashkëpunimi me media partnerë përveç Kosovës e kaloi edhe kufirin. Në këto vjet, 10 gazetarë dhe kameraman kanë kaluar ka zyret e ekonomisë online, ku e kanë mësuar dhe kalitur profesionin tonë. Shumë prej tyre tani punojnë në media të tjera dhe kanë poste të rëndësishme, fal punës për kushtimet e disiplinës në ekonomi të udhëhequr nga Fatoni. Kjo është diçka për cilën familja dhe agjencia duhet të ndihen krenar. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e njeh dhe është mirënjohës për kontributin e Fatonit dhe të ekonomisë online për zhvillimin dhe mbajtjen lart të standardeve të një pune që shumë shpesh ditë të jetë e vështirë. Në këtë tubim do të dëgjojmë nga zyrtarë kolegë dhe do të shohim një reportazh televiziv ku kujtime për Fatonin do të evokojnë disa prej miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë. Por do ta nisim duke ftuar për një fjalë rasti kryetarin e Prishtinës, zotin Përparim Rama. Faleminderit shumë, përshëndetje të nderuar të pranishëm, të dashur familjar të Fatonit, Sonja Osmani, të nderuar gazetar, kolegë e miq, zonja dhe zotrin. Ka profesione që bëjnë jetë në dritë dhe ka profesione që dritën e mbajnë ndezë për të tjerët. Gazetaria i takon këtyre të fundit. Sidomos ajo gazetari që nuk matet me zhurmën e titujve, po me peshën e saktësisë. Ajo që nuk prodhon spektakël, po domethënie. E tillë ishte gazetaria ku veproi Faton Osmani. Jo në sipërfaqen e bujës, po në thellësinë e informacionit që ndihmon një shoqëni me kuptu si funksionon jeta e saj ekonomike. Ai raportonte për buxhete, për zhvillim ekonomik, për vendimet që nuk përndezin debate televizive, po që ndikojnë drejt për drejt në mënyrën si jeton një qytet, si rritet një biznes, si merr frym një ekonomi. Sepse është politika ajo që bën jehon, ndërsa ekonomia ajo që bën jetë. Dhe Faton Osmani ishte ndër ata që këtë jetë ekonomike e ndiqte në detaj. Para se me themelu mediumin e vetë, ai kaloi në për redaksi të shumta si reporter, redaktor, gazetar tereni, punoi në media vendore e ndërkombëtare, përfshi shtyp e televizion. Pra ishte punëtor i lajmit në kuptimin e plot të fjalës. Dhe mandej ndërtoi diçka që mbetet. Agjencitë e lajmeve, ekonomia online. Jo thjesht si portal,
por si infrastrukturë informacioni me fokus të veçantë në zhvillimet ekonomike dhe institucionale të vendit, pra në fusha mbulimi mediatik, të cilave kërkon durim, dije e integritet profesional. Ai ndërtoi një redaksi, ndërtoi një standard pune dhe një frym profesionale që redaksia vazhdon edhe sot me mbajt gjallë. Ai dokumenton të investime, politika fiskale, vendime komunale qendrore që reflektoheshin në jetën reale të njerëzve. Gazetaria ekonomike mund të duket e ftohtë si jashtëmi, por në të vërtetë është ndër më njerëzorët, sepse merret me kushtet materiale të jetës. Në këtë kuptim, Fatoni nuk raportonte vetëm për shifra, sepse fundja pas shumë shifrave qëndrojnë pagat, qëndrojnë investimet, pas shumë bugjeteve janë shkollat, janë spitalet, shërbimet publike dhe pas shumë vendimeve ekonomike janë familjet që presin stabilitet. Zonja Zotrinj, një vit pas ndarjes së Fatonit nga jeta në moshën ende të re, vetëm 49 vjet, janë ndjej mungesën jo vetëm si humbje njerëzore, por si boshllëk profesional në hapësirën informative të vendit. Mirëpo gazetaria ka një ligj të pashkruar. Punën nuk e ndërpret mungesa gazetarit, sepse lajmi vazhdon, realiteti vazhdon, detyrimi ndaj të vërtetës vazhdon dhe kjo mbase është një ndër trashëgimit më të rëndësishme që la pas Fatoni, jo vetëm çka i raportoi, por mënyra si e ndërtoi raportimin. Sakt, pa anshëm, me bindjen se standardi profesional nuk negociohet. Sot, kur ja kujtojmë jetën dhe veprën, përkujtojmë gazetarin e për më shumë përkujtojmë njeriun që kontriboi në ndërtimin e dokumentimit informativ të zhvillimeve ekonomike të këtij vendi, sepse shoqëritë që nuk dokumentohen drejt rrezikojnë me u keqkuptuar nesër. Dhe në këtë dokumentim të përditshëm, të qetë, pa zhurmë, ishte edhe dora e tij dhe mbetet gjurma e punës së tij. Prandaj përkujtimi më i drejtë për Fatonin është vazhdimësia. Çdo lajm i verifikuar, çdo informacion i sakt, çdo standard profesional i mbajtur në redaksi, aty vazhdon puna e tij, vazhdon trashëgimia e tij, vazhdon shpirti i Fatonit. Në emër të kryeqytetit të Prishtinës, shpreh mirënjohjen për kontributin e Fatonit, Faton Osmanit, në gazetarinë kosovare dhe ngushëllimet më të sinqerta familjes, kolegëve dhe të gjithë komunitetit të gazetarëve, gjithë kryeqytetit të gjithë vendit. Kujtimi për të mbetet i gjallë aty ku ai e la gjurmën më të fortë në profesionin që zgjodhi dhe në standardin që ndërtoi. Faleminderit, javdi. Faleminderit zoti Rama. Fatoni ishte me